Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun e lartësuar, salavatet dhe selamet ja dërgojmë pejgamberit tonë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes dhe shokëve të tij, të gjithë atyre që e kanë pasuar dhe vazhdojnë ta pasojnë me mirësi deri në ringjallje. Na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam se agjerimi nuk është vetëm ta privojmë veten nga ushqimi dhe pija, por besimtari duhet ta agjerojë me tërë qenjen e tij. Për këtë arsye, kur ne jemi agjerueshëm, duhet të jemi shumë të kujdesshëm se çfarë flasim dhe çfarë veprojmë. Ka se edhe fjalët, edhe veprimet tona ndikojnë në agjerimin tonë. Nëse ato janë fjalë të mira dhe veprime të mira, ndikojnë që agjerimi të jetë më i vlefshëm dhe më i vlerësuar te Zoti i lartësuar. Por Allahu na ruaj nëse ato fjalë janë jo të hishme, ato veprime janë jo të pëlqyera ose të ndaluara, Allahu na ruaj. Këto ndikojnë në uljen e shpërblimit të agjerimit ton ose në humbjen e komplet shpërblimit të agjerimit. Për këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka porositur që kur ndonjëri prej juve të jetë agjerueshëm, atëherë le të jetë i kujdesshëm të mos flas fjalë të ndyta dhe fjalë të pahishme. Por nëse dikush e ngacmon apo e sulmon, atëherë le t'i thotë: unë jam njeri që agjeroj, unë jam njeri që agjeroj. Po ashtu në një hadith tjetër pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka treguar duke thënë se ai i cili nuk e lën dëshminë e rreme apo gënjeshtrën, Allahu nuk ka nevojë që ai person ta lënë pijen dhe ushqimin për të. Pra nëse njeriu nuk agjeron me tërë qenjen e tij, por vetëm e privon veten nga ushqimi dhe pija, atëherë nuk e ka kuptuar domethënien e agjerimit për cilin Allahu xhalla xhelaluhu na ka treguar se është rruga më e shpejtë që robi arrin tek devotshmëria. Siç ka thonë në fundin e ajetit të agjerimit, la'allakum tattaqun. Pra, unë e kum bë obligim agjerimin për juve o robët e mi në mënyrë që të jeni të devotshëm. Pra mënyrë që të arrini devotshmërinë. Pra nuk është kuptimi i agjerimit vetëm ta privojmë veten nga ushqimi, nga pija dhe gjëra tjera të cilat do të na ka ndaluar Zoti gjatë procesit të agjerimit, por esenca e agjerimit është që ne të agjerojmë me tërë qenjen tonë. Të agjeron gjuha jonë, të agjerojnë gjymtyrët tona, të agjeroj syri jonë, të agjeroj veshë jonë, e kështu me radhë. Gjejmë shumë besimtarë të cilët gjatë agjerimit nuk janë të kujdesshëm në këto pika, por fatkeqësisht veprat jo të hishme dhe fjalët jo të mira ndikojnë në zbehjen e shpërblimit të agjerimit, ndërsa tek disa ndoshta e humbin komplet shpërblimin e agjerimit, Allahu na ruaj. Atëherë, cilat janë shkaqet që duhet t'i merr një besimtar që ta ruaj gjuhën e tij dhe t'i ketë nën kujtesë veprimet e tij, në mënyrë që agjerimi i tij të jetë sa më i vlefshëm. E para prej tyre, duhet të angazhohemi shumë në përmendjen e Zotit. Ka se kur ne jemi të angazhuar me përmendjen e Zotit, nuk kemi hapësirë që të merrem me fjalë të kota dhe punë të liga. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ose fol fjalë të mira, ose hesht. Pra besimtari duhet ta ketë kujtesën e tij këtë hadith. Nëse dëshiron me fol mirë, ose hesht, përmende Zotin në veten tënde. Hasan el-Basri, një dietar i madh i këtij ummetit, Allah e mëshiroft, ka thënë me një thënie të tij një rregull që nëse besimtari e praktikon në jetën e tij do të ketë shumë sukses. Ka thënë Hasan el-Basri, Allah e mëshiroft, gjuha e besimtarit është pas zemrës së tij. Pra para se të flas, e mendon atë fjalë.
Nëse është, ka thonë, në të mirën e tij, e flet. Por nëse nuk është në të mirën e tij, nuk e flet. Ndërsa gjuha e hipokritit, ka thonë, është para zemrës së tij. Që do të thotë, flet fjalë të cilat nuk i mendon dhe nuk e ban mend se çfarë pasoja do të kenë ato fjalë tek vetja e tij apo tek të tjerë. Pra besimtari gjuhën e ka prapa zemrës së tij. Para se të flas, ndalet, e mendon mirë atë fjalë dhe e shikon a është e dobishme apo e dëmshme për ta. Nëse është e dobishme, vazhdon. Nëse është e dëmshme, atëherë ndalon veten prej saj dhe kështu e ruan veten nga fjalët e pahishme dhe kështu e ruan agjërimin e tij dhe shpërblimet e plota që do t'i merrte Zoti i lartësuar. Allahu i lartësuar në librin e tij famlar na ka porositur në shumë vende që të angazhohemi me përmendjen e tij. Thot Allahu në Kur'an: Ja eyyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. O ju të cilët keni besu, përmendeni Zotin e juaj me përmendje të shumtë. Por ky ajet na nxit neve që të jemi prej atyre që përmendemi Zotin vazhdueshëm. Ashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë në hadithin e tij, shembulli i atij që përmend Zotin në krahasim me atë që nuk e përmend Zotin, është si shembulli i të gjallit me të vdekurin. Ka se përmendja e Zotit e gjall zemrën, e gjallëron ata, e nxit në punë të mira dhe e bën që të jetë e lumtur. Ndërsa mos përmendja e Zotit e bën zemrën që të jetë e vdekur, edhe pse është në një trup të gjallë. Dhe e bën që zemra të anojë në punë të këqija, Allahu na ruaj, dhe të jetë prej atyre që e mëkaton Zotin. Dhe kur mëkaton, veçantin këtë mujt bekum, e ul shpërblimin e agjërimit apo e humb të tërin, Allahu na ruaj. Përmendja e Allahut për zemrën është ilaç, ka thënë Ibn Qayimi, Allahu e mëshiroft. Ndërsa heshtja nga fjalët e kota është shpëtim për gjuhën. Pra besimtari, siç na ka porositur pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin që e cekëm më lart, ose fol mirë ose hesht. Pra përmend Zotin xhella xhelalu. Nga e gjithë kjo që tham, kuptojmë se besimtari duhet të angazhojë veten në punë të mira, si me përmendjen e Allahut dhe punë të tjera të cilat janë të dashura te Allahu i lartësuar, në mënyrë që të largohet nga fjalët e liga dhe nga punët e këqija. Nga se kur e angazhon veten me punë të mira, atëherë nuk i mbetet kohë që të merret me punë të këqija, Allahu na ruaj. Pra lutim Zotin që të na bën neve dhe juve prej atyre që ruajmë agjërimin ton dhe na bën prej atyre që marrim shpërblimet e plota për agjërimin të cilin e bën.